Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ziadin Sela nga Lanca për shqiptarët në Maqedoninë e Veriut i vlerëson të pavërteta pretendimet e kryeministrit Istra Mickovski lidhur me ecurinë e korridorit të 8 në territorin shqiptar. Sipas tij, tentativa për të akuzuar Shqipërinë se autostrada ka mbetur 25 kilometra larg kufirit është një manipulim i radhës, sepse ajo ka qenë një marrëveshje mes dy qeverive për ndërtimin dhe bashkëfinancimin e një tuneli që dhe pikën kufitare do ta zhvendoste në një pozicion më të favorshëm që shkurton dukshëm rrugën dhe mirëmbahet me lehtë. Ziadin Sela akuzon Mickovskin se qeveria aktuale ka shkelur këtë marrëveshje dhe mundohet ta manipulojë. Skandaloze sipas tij është dhe pretendimi i kryeministrit kur thotë se Dibra, Kërçova dhe Struga janë me shumicë absolute maqedonase. Deputeti i koalicionit bashkëqeverisës Vlen, Adnan Azizi, deklaron se nuk do të ketë devijime të projektit të korridorit të 8 nga traseja aktuale. Në intervistë për Klik Plus, Azizi sqaron se pengesa janë vetëm disa procedura teknike që lidhen me UNESCO-n. Ne po punojmë me intensitet të plot dhe kemi më realizime të disa kilometrave të cilët për çdo ditë po hapen në këtë segment të korridorit 8. Ne gjithashtu garantojmë shqiptarëve se edhe trasa e cila duhet të lidh korridorin 8 nga deti i Zi deri në Adriatik, respektivisht nga Bullgaria, nëpërmjet Maqedonisë deri në Shqipëri, nuk do të devijohet, veç janë disa procedura teknike që kanë të bëjnë me UNESCO-n, që si gjithë projektet tjera që BDI ka nisë dhe i kalon përgjithësëm për fajin e vet, duke ndarë para vazhdimisht dhe duke mos realizuar, domethënë, as spaku 1 kilometre të atij korridori që është shumë strategjik. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Ambasada amerikane në Tiranë paralajmëron për sulme nga Irani. Në mesazh thuhet se grupet e lidhura me Iranin mund të shënjestrojnë subjektet e lidhura me Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose elemente opozitës iraniane në Shqipëri. Objektivat të mundshëm janë vendet turistike, qendra tregtare, hotele, klube dhe restorante. Ne inkurajojmë qytetarët amerikanë të ushtrojnë vigjilencë të shtuar, thuhet në mesazhin e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë. Ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit në Shqipëri, Delina Ibrahimaj, deklaron se sulmet kibernetike ndaj sistemeve tona janë të pashmangshme, por deri më sot nuk kanë shkaktuar dëme të pariparueshme. Në një konferencë për mediat pas mbledhjes së qeverisë, Ibrahimaj tha se investimet në këtë fushë do të vazhdojnë pasi ardhmja është digjitale dhe luftrat do të jenë të tilla. Botën e zhvillimeve të teknologjisë, në botën e zhvillimeve të sistemeve, çka nuk mund të evitohet janë të tilla lloje sulmesh. Ne kemi në monitorim të vazhdueshëm nëpërmjet AKSK-s, që është Agjencia Kombëtare e Sigurisë Kibernetike, të gjithë stafin dhe të gjithë infrastrukturën e dur me qëllim që ne të vëzhgojmë dhe të monitorojmë në kohë reale të gjitha sulmet kibernetike që i drejtohen sistemeve tona dhe do të vazhdojmë të investojmë në këtë drejtim pasi e ardhmja është digjitale dhe sigurisht që luftat e të ardhmes do të jenë luftat digjitale. Këshilli i Ministrave miraton rregullat e etiketimit të produkteve me ndikim në energji. Në një prononcim për mediat pas mbledhjes së qeverisë, Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Nea Karakaçi, u shpreh se deri më sot ka pasur rregulla të fragmentuara për sa i përket etiketimeve të produkteve me ndikim në energji. Për gjitha ato pajisje, le të themi, elektrike, të cilët kanë etiketimin sipas normave të Bashkimit Evropian, ku kategoria A është me ndikimin me tulet energjetik dhe pastaj vijon me poshtë. Kemi rreth 17 rregulla për sa i përket këtyre elementeve të etiketimit. Sipas tij, akti është i rëndësishëm sepse i ofrohet për herë të parë konsumatorit një qasje integruar e të gjitha ndikimeve të produkteve në energji. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.